Pas lajmit të përcjell pak ditë më parë në televizionin Alpo ku denoncoi shkatërimi i varreve të 5 rilindasve të vetmit që kanë reaguar janë forumi Djemtë e Gjirokastrës. Përfaqësues të këtij forumi kanë ndënuar aktin të cilën e quajtën antikombëtar. Sipas tyre ka një dorë të zezë që shkatëron natën ato që ndërtojnë ditën. Ata i bën apel institucioneve përkatëse të marrin masat që këto akte të mos përsëriten. Forumi Djemtë e Gjirokastrës ka dalë në mes të ditës dhe ka arritur të ndërtojë këtë memorial, kultin e shqiptarizmit në krajinën e Gjirokastrës, dhe të çojë zërin fuqishëm për respektimin e heronjve të kombit që kanë dhënë gjithçka për çështjen kombëtare shqiptare. Një dorë e zezë mes të natës shkatëron atë që ne ndërtojmë ditën. Kjo hije e zezë duhet të qirohet. Në emër të tifozave Kuqëzi, denoncojmë ashpër për këtë akt të kryer. Jemi të bindur se është një akt i qëllimshëm dhe bëjmë thirrje autorëve të këtyre korbave të natës kush është burr të mos merret me të vdekur, por të merret me të gjallët. Në rast se institucionet nuk i gjen autorët, kundërpërgjigjja jonë do të jetë e ashpër. Në një kodër pranë shkollës 9-vjeçare Çajupi prej neshtrat e 5 rilindasve të shquar Çerqize Bajotopulli, Pandeli Sotiri, Anton Zako Çajupi dhe Koto Hoxhi. Vendi ku janë këto varre njihet si kodra e rilindasve, por që në fakt nuk tregon as pak një ambient ku prehen mendjet e shquara të këtij vendi, të cilët kontribuan shumë për atë dheun. Në 3 nga 5 varret mungojnë pllakatet e mermerta, ndërsa në 2 prej tyre është prishur mbishkrimi ku jepen emrat e rilindasve. Rekonstruksioni i këtyre varreve u bë nga Bashkia e Qytetit 6 muaj më parë, ndërsa sot ato janë sërish në gjendjen e mëparshme.